Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Do mrekulloheni me atë se çfarë i ndodh trupit tuaj nëse hani të paktën një kastravec në ditë. Konsumi i kastravecit ju sjell shumë përfitime shëndetësore që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Mësoni disa nga përfitimet që merrni nëse konsumoni një të tillë në ditë. Ato do të ofrojë një hidratim më të mirë. Është i njohur për sasinë e lartë të përqindjes së ujit në të. Uji pastron trupin dhe largon toksinat. Ju do të merrni 40% të konsumit të përditshëm të ujit nga ushqimet. Ai është një përbërës në masë të 95% të ujit. Pra nëse ju hani një kastravec në ditë, keni ngrënë dhe keni pirë në të njëjtën kohë. Do të merrni pak kalori. Kastravecet janë të pakët në kalori, por përmbajnë afro 15 deri në 17 kalori. Veç kësaj, ai është i pasur me vlera ushqyese si fibra, proteina, vitamina C, vitamina K, mangan, hekur, zink dhe magnez. Pjesa më e madhe e lëndëve ushqyese fibra gjendet në pjesën e jashtme të lëkurës. Do ta keni më të lehtë të humbisni në peshë. Për shkak të kalorive të pakta dhe fibrave të shumta, kastraveci është një favorit për të bërë pjesë e dietës suaj që ndihmon në humbjen e peshës, ndihmon në shëndetin e mukozës së gojës. Nëse mbani një fet me kastravec në gojë për pak sekonda, ju keni vrarë shumë baktere dhe keni eliminuar aromën e pakëndshme të gojës. Ndihmon në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak. Kastraveci përmban gjithashtu antioksidant, që reduktojnë stresin oksidativ dhe ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Ndihmon në uljen e niveleve të stresit. Është i njohur si një përdorues për uljen e niveleve të ankthit dhe kastraveci mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt. Ndihmon në shëndetin e flokëve, të thonjve dhe të lëkurës. Kastraveci përmban vitaminën A, B, C, K, mangan, bakër dhe kalium, që janë të rëndësishme edhe për krijimin e një sistemi imunitar të shëndetshëm, dhe kur trupi dhe sistemi imunitar janë të shëndetshëm, shpesh kjo reflektohet te flokët, thonjt dhe lëkura juaj. Përveç kësaj, trangujt janë të pasur me silic, i cili është i nevojshëm për zhvillimin e indeve të forta lidhëse të shëndetit. Përmbajtja sulfurike është gjithashtu çelësi për të ndihmuar në rritjen e flokëve të shpejtë dhe më të fortë. Sipas një artikulli të botuar nga Kolegji Huntington i shkencave të shëndetit, squfuri ka aftësinë për të formuar lidhje të forta që kontribojnë në flokë të shëndetshëm. MSM, e cila përmban squfuri, është gjithashtu e nevojshme në formimin e keratinës për thonjt dhe flokët tuaj. Kastraveci do ju ndihmojë gjithashtu për përmirësimin e tretjes. Siç u përmend në fillim të kësaj video, kastravecet përmbajnë nivele të larta të ujit dhe të fibrës. Së bashku, këto të dyja lëndë ushqyese thelbësore ndihmojnë në lëvizjen e ushqimit në trupin tuaj, duke promovuar bakteriet e mira të zorëve që rregullojnë lëvizjet e zorës, duke parandaluar kapsllëkun. Ofrojnë një kujdes më të mirë për shëndetin e zemrës. Është e njohur gjërësisht se nivelet e kaliumit ndihmojnë në muskujt, nervat dhe veshkat për të filtruar gjakun dhe si rezultat ndihmojnë që zemra të lëvizë gjakun e pastër dhe të shëndetshëm në mënyrë efikase. Në të kundërt, ulëntimet kanë gjetur se kaliumi shumë i vogël mund të kontribuojë gjithashtu edhe në sëmundjet kardiovaskulare. Kastravecet bëjnë pjesë në 4 zarzavatet më të kultivuara në botë dhe janë një ushqim i shëndetshëm për trupin tuaj, madje më shpesh cilësohen si një super ushqim. Kastraveci hidraton trupin. Kur jeni shumë të zënë në punë dhe s'keni pirë shumë ujë, hani kastravec të freskët, i cili ka në përmbajtje të tij 90% ujë. Ai kompenson edhe ujin e humbur. Kastraveci lufton nxehtësinë e brendshme dhe të jashtme. Ngrënia e kastravecit mund të ndihmojë kundër urthit. Përdoreni kastravecin në lëkurë për të përfituar kundër djegjeve nga dielli. Konsumi i kastravecit eliminon toksinat nga trupi. Uji në kastravec vepron si një fshesë virtuale duke larguar mbetjen nga trupi. Ngrënia e rregullt e kastravecit shërben edhe për shpërbërjen e gurëve në veshka. Kastraveci ka në përmbajtje të tij vitaminën A, B dhe C, të cilat gjithashtu shërbejnë edhe për të rritur sistemin imunitar dhe për ta mbushur atë me energji. Nëse e përzjeni kastravecin me spinaq dhe karrota, dobia e tij do të jetë më e madhe. Kastraveci siguron lëkurës minerale të duhura.
Mineralet të rëndësishme për lëkurën siç janë magnezi janë në një ndihmë shumë e mirë për mbrojtjen e shëndetit tuaj, dhe kastraveci mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të pasur një lëkurë më të fortë, më të mbrojtur dhe pa problemet që mund të vinë si pasojë e plakjes. Kastraveci i siguron lëkurës të gjitha elementet ushqyes. Ato janë të pasur me kalium dhe silikon, dhe për këtë arsye në shumë qendra spa përdoret kastraveci si bazë e trajtimit të tyre. Kastraveci ndihmon në tretje dhe në humbjen e peshës. Duke qenë i pasur me ujë dhe nuk përmban shumë kalori, është tepër i përshtatshëm për njerëzit që kërkojnë të bien nga pesha. Rekomandohet të përdorni një supë ose një sallatë me kastravec. Nëse nuk e preferoni shumë, mund ta përdorni gjithashtu me kos. Ngrënia e kastravecit ndihmon nofullat tuaja dhe siguron fibrat e duhura për një tretje më të mirë. Ngrënia e përditshme e kastravecit është një mënyrë shumë e mirë kundër kapslëkut kronik. Kastraveci ndihmon sytë tuaj. Vënia e kastravecit mbi sy është diçka që e shohim shpesh në qendrat e bukurisë. Megjithatë është një mënyrë shumë e mirë kundër qesëve të syve, duke qenë se ka veti anti-inflamatore. Kastraveci lufton edhe probleme të ndryshme si ato të prostatës, të gjirit, gjithashtu edhe problemet tuaja shëndetësore. Kastraveci dhe lëngu i tij është një zgjidhje shumë e mirë edhe për diabetikët, ul kolesterolin dhe kontrollon tensionin e gjakut. Lëngu i kastravecit përmban hormone që duket se i duan qelizat e pankreasit për të prodhuar insulinën e njohur të mirë që sillet te personat me diabet. Kërkimet kanë treguar se ato përmbajnë edhe një përbërës që ndihmon në uljen e kolesterolit. Kastravecët përmbajnë shumë fibër, kalium dhe magnez. Këta përbërës veprojnë për të rregulluar tensionin e gjakut. Dhe kastraveci është i mirë në trajtimin e tensionit, por edhe për të mbajtur larg shqetësimet e tij. Kastraveci freskon gojën. Lëngu i kastravecit ndihmon mishrat e dhëmbëve. Merrni një copë kastravec në gojë dhe shtyheni me gjuhë drejt qelzës për gjysmë minuti. Pasi përbërësit e tij ndihmojnë për të vrarë bakteriet përgjegjëse për erën e keqe të gojës. Kastraveci i bën flokët dhe thonjtë më të shëndetshëm. Minerali silic që ndodhet te kastraveci i bën flokët tuaj më të shëndritshëm dhe thonjtë më të fortë. Sulfuri në përmbajtjet e kastravecit ndihmon në rritjen e flokut. Kastraveci ndihmon në shëndetin e kyçeve, lehtëson dhimbjen nga artriti dhe përdesi. Kur përzihet me lëngun e karrotës, ky veprim kundër dhimbjeve të artritit dhe përdesit është më i fortë, ndërkohë që ul nivelin e acidit urik. Kastraveci lufton pasojat e dëpirit. Për të evituar dhimbjet e kokës në mëngjes pas një nate me shumë alkool, mund të hani kastravec përpara se të bini në gjumë. Kastraveci përmban mjaftueshëm vitaminën B, sheqer dhe elektrolite për të furnizuar me përbërës të duhur, duke ulur kështu edhe pasojat e pijes. Kastraveci është një zgjidhje shumë e mirë për hidratimin. Hidratimi është shumë i rëndësishëm. Njeriu humbet lëngje çdo ditë nëpërmjet frymarrjes, djersës dhe urinës. Përmbajtja ujore e ushqimeve ndihmon në hidratimin e trupit. Kur organizmi është hidratuar, atëherë është më energjik dhe organet do të kenë një formë më të mirë. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shëndetësor madhor që prek miliona njerëz në të gjithë botën. Si pasojë e tij, njerëzit janë më të ekspozuar ndaj ishemisë, sëmundjeve të zemrës, veshkave dhe syve. Sipas të dhënave, kastraveci është një burim i shkëlqyer i kaliumit, një mineral i rëndësishëm për njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Shpesh etja maskohet si uri, gjë që na shtyn ta teprojmë për të ngrënë. Uji i kastravecit dhe limoni është një mënyrë shumë e mirë për të shuar etjen. Atë mund ta kombinoni me lule shtrydhe, limon dhe portokall. Në këtë mënyrë ju do të shmangni ushqimet e shpejta dhe kaloritë e tepërta që u bëjnë të shtoni në peshë. Lëkura juaj do të jetë më e shëndetshme. Hidratimi është i domosdoshëm për lëkurën dhe paraqitjen e saj. Kastraveci përmban 95% ujë dhe hidraton atë. Sipas të dhënave, farat e kastravecit janë të pasur me vitaminën E dhe kalium, që ndihmojnë në paksimin e rrullave, njollave dhe shenjave të tjera që vijnë kryesisht nga mosha. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.